Ndryshimi i situatës në të gjithë rrugët e rrethit të Pukës. Ky është angazhimi i sektorit të mirëmbajtjes së rrugëve, i cili prej ditësh u ka kërkuar firmave të tenderuara në mirëmbajtjen e segmenteve rrugor që të merrnin masat e menjëhershme për hapjen e rrezes në të dy anët e rrugëve nacionale. Shkak për këtë është bërë kufizimi i kontrollit të rrugës nga drejtuesit e mjeteve si pasojë e degëve të pemëve në të dy anët e rrugës, ndërkohë që puna ka filluar dhe për mbushjen provizore të gropave, hapjen e kanalve anësor në të dy anët e rrugës, si dhe devijimin e ujrave që vërshonin mbi traset e rrugëve të rrethit të Pukës. Ndryshimi nga aksioni i nisur vërehet kryesisht në hyrje të qytetit të Fusharëzit, ku janë evituar gropat që ishin një pengesë për qarkullimin e lirë të mjeteve. Për inspektorin e ri të mirëmbajtjes së rrugëve në rrethin e Pukës, Nikol Nikoli, ky është vetëm fillimi i punëve që pritet të bëhen në rrugët e rrethit të Pukës. Nisur nga problematika dhe nga terreni që kanë rrugët e rrethit Pukës, janë marrë disa masa falë dhe koha që na favorizoi. Gjatë kësaj periudhe po bëjmë pastrimin e nga drurët dhe nga pemë dhe shkurët që ka pas traseja rrugës dhe ka pas kushtu shumë pamjen e rrugës, gjë e cila ka qenë edhe burim aksidente shpeshherë. Kemi marrë masa edhe për të normalizuar një segment ku ka qenë mjaft problematik ke varrezat e qytetit Fusharës dhe ke ish parku i mallrave, gjatë cilin e kemi me mjetet dhe me këto mundësi që kemi, e kemi bërë normalizimin e këtij aksi, ku ka qenë mjaft problematik. Kemi bërë edhe disa ndërhyrje në komunën Qafmalin Lagjen Bardhet, në fshatin Fusharës në hyrje dhe ndalje, edhe në komunën Rapen Qendër, ku vlen të theksoj se du t'i përshëndes dhe du t'i përgëzoj të gjithë banorët e zonës të cilët na erdhën në ndihmë dhe na ndihmuan se ka ndodhur që edhe të presim drurë dhe pemë frutore. Tashmë duket se lajmi i mirë këtë vit do të bëhet realitet edhe për eliminimin e gropave në qendër të komunës së Rapës, ku pritet të shtrohet dhe pjesa e dëmtuar e rrugës në një gjatësi prej 2.2 kilometër. Është tu diskutu në drejtorinë rajonale Shkodër, janë bërë kërkesa dhe mendoj edhe do të bëhet e mundur asfaltimi atë segmenti 2.2 kilometra dhe sistemimi dhe një sistemim dhe asfaltimi i ri, për të normalizuar dhe atë segment rrugë. Për Nikol Nikolin, koha e ankesave për mungesën e mirëmbajtjes së akseve rrugor do të përfundojë shumë shpejt, ndërsa këtë vit pritet të vendosen në një pjesë të rrugëve të Pukës dhe pritëset metalike, instalimi i sinjalistikës horizontale dhe vertikale, si dhe rikonstruksioni i urës në të shembur në fshatin Rape.